në këtë edicion do të ndiqni. AndM Megastore hap pikën e saj në qendrën Centermall në Gjakov. Shërbimi i ri në e-Kosova mundson raportimin e ankesave ndaj zyrtarëve policor në Kosovë. Nxënëset nga Gjakova, Toskana Gavci dhe Nina Kaja shkëlqejnë Olimpiadën e Gjuhës Shqipe të mbajtur në Tiranë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në qendrën tregtare e Centermall sot është hapur AndM Megastore, një vend ideal për të shëtitur në mira artikuj në shumë sektor. Në ditën e parë të punës, aty u ekspozuan artikuj me zbritje deri në 70%. Në qendrën tregtare në Centermall nga sot është hapur AndM Megastore, e cila ka llojshmëri të produkteve nga tekstili, anvisëria, sporti e shumë të tjera. Qytetarë të shumë që nga momenti i hapjes frekuentuan hapësirat e AndM Megastore. Fatbardha Kastrati, menaxhere, tha se jemi të kënaqur që kompania AndM do të ofrojë produkte nga më të mirat në qytetin e Gjakovës. Realisht kompania jonë çdo ditë më shumë po zgjerohet, kjo është pika e nëntë që po e hapëm në qytetin e Gjakovës, meqense se kërkesat e klientëve kanë qenë çast të mëdha, saqë edhe na kemi pa të arsyeshme me hap një pikë edhe në qytetin e Gjakovës, siç pëlqen edhe vetë atmosfera është shumë e mirë, na jena shumë të kënaqur që kemi në qytetin e Gjakovës, jemi shumë të mirë pritur, jena tu kalu shumë mirë, njerëzit janë shumë të mirë, është pika e nëntë që po e hapim në qytetin e Gjakovës edhe po shpresoj që ka me qenë shumë e suksesshme. Shumë llojshmëria brendeve të ndryshme me emër në tregun e Kosovës janë një zgjedhje e mirë për konsumatorët e të gjitha moshave, pasi që janë të një kualiteti të lartë, tha menaxherja Kastrati. Kompania jonë AndM Megastore ka shumë asortimane me cilët klientët mund marrë dhe me gjetë veten, është shumë fleksibile. Tu fillu prej tekstilit, si për femra, për mashkuj, për fëmijë, e kemi anvisërinë, mobiljerin, home tekstilin, higjienën, do thotë jemi në gjitha aspektet ka pak, po që ofron shumë zgjedhje për krejt çka do që mundna na me dashur. E kur është fjala të çmimet si një faktor i rëndësishëm për qëndrueshmëri, menaxherja Kastrati shtoi se çmimet e produkteve janë shumë të arsyeshme dhe që sot është filluar me zbritje. Çmimet i kena shumë të arsyeshme, shumë racionale, tu fillu prej brendeve Hummel, Tom Taylor, Hayley, Zara, Adidas, Nike, domethënë edhe brendet e sportit ndërma të njohur aty kemi edhe në dyqanet e tona, që edhe klientat e tonë janë shumë të kënaqur edhe me artikujt, edhe me produktet, edhe me cilësinë që e posedojnë. AndM Megastore vepron edhe në shumë qendra tjera në Kosovë si një mundësi e mirë me mira produkte e asortimente të ndryshme. Në bashkëpunim me Inspektoriatin Policor në platformën e-Kosova është lansuar edhe një shërbim i ri, ku qytetarët mund të raportojnë për ndonjë paregullësi që ju bëhet atyre nga zyrtarët policor. Të gjitha të dhënat e raportimit besin konfidenciale dhe hulumtohen nga Inspektoriati. Platforma e shërbimeve e-Kosova ka lansuar një shërbim të ri që u mundëson qytetarëve të paraqesin ankesa ndaj zyrtarëve policor. Sipas njoftimit zyrtar, ankesa mund të bëhet direkt përmes platformës, pa pasur nevojë për ndonjë procedurë të komplikuar. Ky funksionalitet është realizuar në bashkëpunim me Inspektoriatin Policor të Kosovës. Udhëheqësi i Divizioni për Bashkëpunim dhe Informim të IPK-s, Arber Beka, tregon se cilat janë procedurat shtesë pasi të kenë pranuar një ankesë nga qytetarët. Procedurat që qytetarët ndjekin e pashtë zyrtarët e IPK-s pas pranimit të ankesave janë të njëjta sikurse një qytetar do të vinte në zyrat e Inspektoratit Policor fizikisht, që nënkupton se të gjitha informacionet që pranohen ose të gjitha ankesat që pranohen përmes këtij portalit që ka bërë ndërlidhjen tashmë IPK-ja përmes e-Kosovës, trajtohen njësoj sikurse të gjitha ankesat tjera që qytetarët vinë dhe adresojnë fizikisht në IPK. Beka gjithashtu tregon sa ankesa janë pranuar që nga lancimi i këtij shërbimi. IPK trajton mesatarisht rreth 2000 ankesa brenda vitit, parafërsisht ndonjë vit më shumë, ndonjë vit më pak. IPK do të vazhdojë të përcjell trendin për shkak se tashmë kjo vetë sa ka filluar.
zyrtarisht është lancuar që nga 1 prilli i këtij viti, ne do të përcjellim trendet, po edhe ashtu bazuar në trendet e viteve të kaluara, IPK pranon më shumë se 40% të ankesave në formë të ndryshme elektronike, që nuk kupton se qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke shfrytzuar për parimet e teknologjisë informative. Ndërsa se cilat janë veprimet që ndërmerren në rast se një zyrtar policor shpallet përgjegjës për shkelje të drejtave të qytetarëve, Beka i thotë se fillojnë procedurat hetimore pasi të jenë verifikuar pretendimet e qytetarit, na tregon udhëheqësi i divizionit për bashkëpunim dhe informim në IPK Beka. Po fillimisht IPK fillon rastin në 2 mënyra, ose duke bazuar në ankesën që ne pranojmë nga qytetarët. Mënyra tjetër është kur hethuesi i IPK-s pas pranimit të informacionit përmes rrugëve operative ex officio ose sipas detyrës zyrtare fillojnë një hetim. Pas që të verifikohen pretendimet e qytetarit, bazuar në informacionet që jep pranë hethuesve të IPK-s, ndërmerren veprime në koordinim me prokurorin e shtetit. Nëse pretendimet e qytetarit qëndrojnë, atëherë IPK dorëzon kallëzim penal tek prokurori i shtetit varësisht prej llojit të shkeljes ose shkeljes ligjore veprës penale që mund të ketë kryer zyrtari policor. Lancimin e këtij shërbimi e vlerëson të mirë edhe një qytetar. Këtë aplikacion vetë se sa përdora për punë më herët, po masi ku ka bërë edhe zgjedhja për këtë rast, koka është shumë e mirë, neve na kursen kohë, na kursen energji, edhe pse mes më hub nerva mes më prish. Përmes këtij shërbimi synohet të rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe policisë në secilin rast ku pretendohet se është bërë ndonjë shkelje e të drejtave të qytetarëve. Përballja me monedhat e falsifikuara shumë shpesh aktualizohet në tregun tonë. Qytetarët vazhdojnë të kenë probleme kur bien prej mashtrimeve të monedhave falso në vlera të ndryshme. Përballja me monedhat e falsifikuara mbetet një dukuri që shpesh aktualizohet në tregun tonë. Qytetarët në Gjako vazhdojnë të përballen me raste të shumta ku bie prej e mashtrimeve me monedha të falsifikuara, veçanërisht ato me vlera të vogla si 1 dhe 2 euro. Disa nga qytetarët që kemi intervistuar shprehen se kanë hasur në raste të tilla, por jo gjithmonë, arrin të i dallojnë nëse një monedhë është false apo jo. Që thëmë të vërtetën nuk më ka rastis shumë, për pas me thonë 1 ose 2 raste me pare të hekit është fjalla. Për që 2 ershët, për këto tjirat nuk më pas rastas e njëherë. Edhe në pej isha, bleva diçka, edhe i moti diçka tha që kjo tha është e mirë, që kjo është falsë. Edhe bashkë ato si ma dhamu, në erdha prej pej, edhe ajtë hita pi një kafe në 2 jakë. Për dini ku është 2 jakë është të më plankëshorë. Kur e piva kafën po du mi pague, ai po më thotë tha nuk është në rregull kjo, është falsë. Thash ai ma japi për në rregull, thash ti po thuaj jo, i mora parë ti ja japa dhe kombaj çat 2 eurosh. Sa ka qenë falsë nuk jam i sigurt më thonë. E një tjetër tha se çdo ditë jam me probleme të tilla. Unë jam qasit përditshme me lekun, domethënë me parën. Ka në qarkullim akoma dyshe fals, ma shumti, po ka edhe nishe qarkullojnë. Normal, besoj që shteti duhet me ndërmarrë masa me ndalu pak. Ndërsa një tjetër shprehu shqetësimin e tij se është shumë e vështirë të dallojnë në kohë reale paranë falsifikuar. Ka, po nësë mësun një dallojmë, se jemi të vjetër, diku jo false, jo pa false, jo me vija, jo pa vija. Shumica nuk janë të informuar për mënyrat e identifikimit të tyre dhe shpesh e kuptojnë vetëm pasi refuzohen në ndonjë market apo bank, u shprehen të tjerë qytetarë. Toskana Gavci dhe Nina Kaja janë 2 nxënësët nga Gjakova, që u rënditën në vendin e 3 në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe. Të mbajtur në Tiranë në mesin e qindra garuesve, vajzat ja dolën të përfaqësojnë shumë mirë shtetin e Kosovës. Në përfundim të Olimpiadës së Gjuhës Shqipe, 8 nxënës nga Kosova janë shpallur fitues të kësaj gare mbarkombëtare, ndërsa 2 prej tyre janë nga komuna e Gjakovës. Toskana Gavci dhe Nina Kaja janë nxënësët që me përkushtim, talent dhe punë të palodhshme arritën të kurorëzojnë suksesin në këtë garë të rëndësishme arsimore.
Normalisht që kjo është një sukses shumë i mirë dhe shumë domethënës për rrugtimin tim akademik. Momentet që e kam kuptuar që jam zgjedh fituese ka qenë shumë i papritshëm, kam qenë thjesht në makinë me babain tim, edhe kur e mora lajmin isha domethënë shumë e sipër nëse nuk kisha mundësi ta besoja se kam rritur këtë sukses, sepse normalisht është një pjesë e imja që s'kisha besim që do të mund të arrija këtë sukses në mesin e 80 fëmijëve tjerë ose nxënësave tjerë. Nagavci tregoi se Olimpiada e Gjuhës Shqipe ka qenë një proces sfidues që zgjati për rreth një muaj, ku testimet janë zhvilluar javë pas jave në nivele të ndryshme, nga i shkollor, komunal e jo vetëm. Normalisht që kjo është një olimpiadë që ka zgjatë, domethënë disa kompletisht një muaj që jemi testuar, domethënë javë pas jave, qoftë në nivelin shkollor, komunal, republikan edhe normalisht në Tiranë, kështu që përgatitja ka qenë e vazhdueshme, që jemi mundur të përgatisim me materiale që janë shfaqur domethënë nga arsimtarë jonë e gjuhës shqipe, që dua të falenderoj arsimtarën Jehona Kumnova Dula, që na ka qendruar pranë, qoftë materiale që ndoshta nuk kemi njoftuar përpara, që ndoshta Shqipëria ose niveli arsimor në Shqipëri i ka dhe ne nuk i kemi, dhe na ka qëndruar pranë me detyrat ose me koncepte që nuk kemi mujtë mi kuptu. Për Nina Kajën, fitoria në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe përfaqëson një krenari të veçantë. Ajo shpreh se ky sukses nuk është vetëm një arritje personale, por edhe një përfaqësim i denj i shkollës dhe qytetit të saj. Unë s'par jam dje befastuar, domethënë nuk e prita që kisha për të fituar, mirë, po gjithashtu jam shumë krenar që kam fituar për arsyeën se ja kam ngritur sa më lart emrin e shkollës time Ullmorina, por gjithashtu edhe kam bërë krenar familjen, shtetin, por gjithashtu edhe kujdestarin tonë Jehona Kumnova Dula, e cila nuk është rastësi që kena fituar 2 nxënëse për njëjtës klasë, se jemi në të njëjtën kujdestare, domethënë fal përkushtimit kësaj edhe ne kemi fituar dhe jam shumë e gëzuar që kam mujtë mi përfaqësuar shkollën time dhe qytetin tim. Sa i përket sfidave gjatë garës, ajo theksoi se momenti më i vështirë ishte gara fazën ndërkombëtare, ku pyetjet kishin një nivel më të lartë vështirësie dhe ishin të hartuara kryesisht nga Drejtoria e Arsimit e Shqipërisë. Momenti më sfidues gjatë garës normalisht që ka qenë gara ndërkombëtare, ku pyetjet kanë qenë më shumë nga ana e Drejtorisë së Arsimit të Shqipërisë, domethënë ka qenë më sfidë ajo pjesa ku ka pasur disa detyra që nuk është që i kemi parë ne nga shkolla jonë. Këto 2 nxënëse janë shembull frymëzimi për të gjithë bashkëmoshtarët e tyre dhe krenari për mësimdhënësit, shkollat dhe qytetin që ato përfaqësuan me dinjitet. Krijuesja e re Valza Kryeziu ka promovuar sot librin e saj me titull Forca e 2 motrave, e shoqëruar nga mbështetësit e saj në letërsi. Mes emocionesh, Valza shprehu punën e saj plot pasion për fjalën e shkruar. Me rastin e promovimit të librit, Nxënësja Valza Kryeziu ka promovuar sot librin e saj me titull Forca e 2 motrave. Promovimi u mbajt në një atmosferë të ngrohtë e plot emocion. Autorja tha se libri është një tregim si një thirrje për ndërgjegjësim dhe veprim ndaj një çështje që prek shumë fëmijë në mbar botën, bullizmin. Forca e 2 motrave. Ky libër është më shumë se një tregim. Është një thirrje për ndërgjegjësim dhe veprim ndaj një çështje që prek fëmijë në shumë botën, bullizmin. Forca e 2 motrave është një histori që flet për guximin, mbështetjen dhe fuqinë e dashurisë familjare për të përballuar sfidat më të vështira. Në qendër të këtij libri janë 2 motra, të cilat përballen me sfidën e bullizmit në mënyra të ndryshme, por gjithmonë duke gjetur forcën tek njëra tjetra. Ky libër synon të ndriçojë pasojat emocionale dhe sociale të bullizmit, por edhe të tregojë se si mbështetja dhe mirëkuptimi mund të bëjnë një ndryshim. Ndërmjet këtij libri dua të përcjell një mesazh të qartë. Askush nuk duhet të ndihet i vetëm përpara bullizmit. Është detyra e jonë si shoqëri të krijojmë një mjedis ku çdo fëmijë të ndihet i sigurt, i respektuar dhe i mbështetur. Shpresoj që kjo histori të frymëzojë lexuesit e të gjitha moshave, po ashtu edhe të reflektojnë për të vepruar kundër bullizmit. Kjo sallë është krijuar për të mirëpritur njerëz promovues, krijues të artit, studiues se jo vetëm, të cilët me pasion e përkushtim, ashtu siç bëri sot Valza, ndajnë punën e tyre me publikun, kështu tha drejtori i bibliotekës Ibrahim Rugova, Angel Berisha. Kjo sallë këtu është ekspozuar për të ardhur njerëz promovues, krijues, hulumtues dhe shkencor të cilët me kënaqësi sikur kjo ditë e sotme me Valzën. Ata që e kanë gjetë emrin Valza, ja kanë qellu, kanë bë mirë, sepse kjo shihet një valë që do të qarkulloj në përshkrime
në për poezi që ka edhe një libër me poezi të shkurtër dhe me siguri valët e saja janë nis, po ecin, nuk shën dales, po do të shoh që do të ka rrugë të gjatë. Për krah valzës ishte edhe mësuesja e saj e parë Fatmire Shala, e cila me krenari përshëndeti suksesin e ish nxënëses së saj. Të shkruash një libër është një sfidë. Të shkruash një libër të tretë është tashmë dëshmi e përkushtimit, e pjekurisë dhe njerëzore që ka diçka për të thënë. Për të shkruash një libër që guxon të prek një temë kaq të ndjeshme si bullizmi ndaj një fëmie me autizëm është shumë më tepër se talenti. Është një akt, kuraje, një thirrje për ndërgjegjësim, një ftesë për më shumë empati në botën tonë. Promovimi i librit Forca e dy motrave u shndrua në një ngjarje frymëzuese për të gjithë të pranishmit, me mbështetjen e familjes, mësuesve dhe lexuesve të rinj. Valza dëshmoi se fjala shkruar ka forcën për të ngritur zëra, për të sfiduar padrejtësitë dhe për të sjellë ndryshim. Klubi basketbollit Gjakova ka fituar kupën e ligës së dytë në këtë edicion, duke arritur fitore ndaj basketbollistëve të Prizrenit Megasport në play-off, e cila dërgon në ligën e parë. Trajneri i Gjakovës Driton Puka tha se është i lumtur që kanë pasur një sezon të suksesshëm. Klubi basketbollit Gjakova ka fituar kupën e ligës së dytë në këtë edicion dhe po ashtu ka arritur edhe fitore ndaj basketbollistëve të Prizrenit Megasport në play-off, e cila dërgon në ligën e parë. Trajneri i Gjakovës Driton Puka tha se është i lumtur që kanë pasur një sezon të suksesshëm. Kemi filluar shumë mirë, kemi pas fitoret një pas njëshme deri edhe sa fituam edhe kupën, edhe pse me mungesa në kupë. Arritëm me fitu kupën pas një humbje, mirë po në play-off lojën e parë mbrana qytetit tonë arritëm me humbë që ishte një befasi edhe për ne, po me siguri edhe lojtarët e fituan atë bindjen që jemi më të mirë se kundërshtarët. Kështu që atëherë dashtë mu kthyn për zana dhe në shtëpitë tëne me fitu për ndryshe hupshëm edhe tonë që atë mundi që ishtë bëhet krejt vitin. Ishtë një humbje e madhe për ne, mas pari si trajnera, po normal edhe për ata lojtarë që pa të njopë mund në djerë se të gjitha, po arritëm me mund bashkë në Prizren Megasportin, edhe tash jemi kampion i Kosovës në ligën e dytë. Puka shtoi se inkuadrimin në ligën e parë është motiv për ne, por në të njëjtën kohë është edhe sfidues, duke ditur cilësinë e ekipeve pjesëmarrëse. Klubi basketbollit Gjakova premton mas pari që kam jap maksimumin, masoj ka një akademi, ka gjenerata të reja që mirën me basketbol, edhe janë bukur të mirë edhe në ligë, edhe kanë bukur talent dhe me të ndajt offer, ku mas pari kanë mu inkuadru ata një pjesë të rosterit. Kemi mundu për ta se dim që ata kanë me qenë barës edhe këti qyteti në të ardhmen, po njëjtën kohë na jemi 3 vetë që punojmë shumë, të përfshi vetën Hektor Gezdën edhe Arben Nikoliqin, po jemi sot 300. Basketbollistët e Gjakovës sonte do të marrin kupën fituese para ndeshjes Vllaznimi Prishtina, e cila zhvillohet në palestrën e sportit Shaninushi. Sonte presim edhe me u shpallur kampion, pasi që Megasporti nuk po paraqitet në lojën e tretë, ku ka ma kënaqësi me festu bashkë me krenarinë e qytetit Kuqezin të Jakovës, cilët janë historia këtij qyteti. Klubi basketbollit Gjakova kampionatin në ligën e parë do ta fillojë nga muaji shtator. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sotme është karakterizuar nga moti vranët e me rrezë dielli, me temperaturat që kanë lëvizur nga 2 deri në 18 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do të lëvizin nga 10 deri në 21 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Moti vranët do ta karakterizoj ditën e hënë me temperaturat që do të variojnë nga 10 deri në 20 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të karakterizojë mot me vranësira të kopaskoshme, me temperaturat që do të lëvizin nga 9 deri në 20 gradë Celsius. Edhe për të mërkurën parashihet moti vranët e me rrezë dielli, me temperaturat që do të lëvizin nga 12 e deri në 25 gradë Celsius. Moti vranët e me diell dhe kopas kohë re shishiu parashin edhe gjatë së entës, shoqëruar me temperaturat 11 deri në 23 gradë Celsius.
Për të premten parashihet moti ndryshueshëm me temperatura që do të variojnë nga 7 deri në 18 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Andmë Megastor hap pikën e saj në qendrën Centermall në Gjakov. Shërbimi i ri në e-Kosova mundson raportimin ankesave ndaj zyrtarëve policor në Kosovë. Nxënëset nga Gjakova, Toskana Gavci dhe Nina Kaja shkëlqejnë Olimpiadën e gjuhës shqipe të mbajtur në Tiranë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.